Nga zoti Rama. Pas zgjedhjeve, dy herë përfaqësues të kryeministit të vendit kanë bërë të njëjtën gjë në raport me përfaqësimin në qeverisje. Tani, pas kësaj, regjizori Edi Rama, pasi nuk e pranoi... Pyesë një të lutem. Kjo e Ramës që të ka kërkuar, të ka ofertuar, për post ministri, besoj, nuk besoj për zëvendës ministra, për drejtorë drejtorishave. Po ju e dini këtë se unë e kam thënë 2 herë dhe 3 herë në shesh e kam sfiduar. Nuk është ndonjë lojë kjo për stisur për të goditur kryeministin? Jo, ka qenë për pozicionin e zëvendës kryeministrit të vendit dhe 2 ministri. Meqense nuk e pas këtë dëgjuar, po e di gjithë Tirana, e dini dhe ju. Jo, e di Tirana, e di edhe unë, po unë po e pyes se ta saksoj edhe një herë që mos ke ndruar mendim ndryshe. Kështu siç them unë është dhe ju e dini këtë, se e keni folë në rrethet tuaja dhe nuk është planuar nga ana jon, edhe në kërcënimin indirekt, për atë që ndodhi me atë që e bën avokat populli. Dhe koha i tregon të gjitha, dhe koha më ka bërë sot të ndihem shumë krenar që kam qenë nga ata që as jam joshur, as jam shitur, as e kam ngrënë presionin edhe kur tytat e baltës pushtetit nuk ndalonin as një sekondë dhe sot nuk